Bordi i Agjencisë Kosovare të Privatizimit është përgjegjës për vlerësim të performancës së menaxhmentit të AKP-s. Por pavarësisht kësaj, në gusht të 2023-s, kishte krijuar një komision për vlerësim dhe raportim të punës së menaxhmentit. E pjesë e këtij komisioni janë vetë 3 nga anëtarët e bordit. Këtij komisioni vjet në gusht ju vazhdua mandati deri në gusht të këtij viti, duke u amundsuar këtyre anëtarëve që të marrin edhe shtesa mujore prej 200 eurosh për kryesuesin dhe nga 150 euro për 2 anëtarët, krahas kompenzimit si anëtar të rregullt të bordit të drejtorëve. Por sipas zyrës kombëtare të auditimit, emërimi i komisionit është në kundërshtim me kërkesat ligjore. Në raportin e publikuar këto ditë thuhet se krijimi i një komisioni për vlerësimin e menaxhmentit nga bordi i drejtorëve, i cili jep rekomandime në emër të bordit të drejtorëve, rezulton në devijim nga kërkesat ligjore dhe rrezik për cënimin e procesit të vlerësimit të performancës. Kompenzimi shtesë për anëtarët e komisionit për një detyrë që ligjërisht i përket BD-s paraqet një shpenzim të panevojshëm, duke ndikuar buxhetin e agjencisë. Sipas ZKA-s, pavarësisht që komisioni raporton rregullisht dhe bordi i drejtorëve merr vendimin përfundimtar, procesi nuk është në përputhje me ligjen, sepse vlerësimi i performancës është kompetencë plotë e bordit drejtues, si dhe nuk mund të delegohet dhe kompenzohet me shtesë. Por me këtë konstatim nuk është pajtuar bordi i drejtorëve të AKP-s. Bordi i drejtorëve në përputhje me statutin e agjencisë ka të drejtë të caktojë komisione të përhershme ose të përkohshme për trajtimin e çështjeve të veçanta që kërkojnë analizë të thelluar dhe angazhim të posaçëm. Në këtë bazë është themeluar komisioni për vlerësimin dhe raportimin e punës së menaxhmentit si një trup funksional, ndihmës pa cenuar kompetencat vendimarrëse të bordit. Sipas bordit, asnjë dispozitë e ligjit për AKP-n dhe asnjë rregullore e brendshme nuk e ndalon dhënien e kompenzimit shtesë për anëtarët e bordit që marrin pjesë në komisione të veçanta të themeluara nga vetë bordi. Por ZKA-ja ja ka kujtuar bordit që vlerësimi i performancës së menaxhmentit është pjesë përbërëse e punës së tyre dhe se krijimi i një komisioni të veçantë për këtë nuk mund të justifikojë ndonjë kompenzim shtesë financiar. E nga bordi i AKP-s është thënë se nëse kjo praktikë konsiderohet se duhet ndaluar ose rishikuar, bordi mbetet i hapur për ta pezulluar menjëherë. Vendimi i gushtit të vitit 2023 për themelimin e komisionit nuk ka qenë publik në faqen e AKP-s, siç publikohen vendimet e tjera të bordit. Në faqen që mban numrin e referencës së vendimit është arsyetuar kjo duke thënë se vendimi nuk është publikuar për shkak se ka të bëjë me çështje të brendshme, qoftë organizative apo procedurale të agjencisë dhe përmban informacione të individëve të caktuar që mund të bijë ndesh me ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale. Por vendimi për vazhdim të mandatit është i hapur për publikun.